Shumë të nderuar vëllezër besimtar, fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen e Xhennetul Firdausit. Assalamu alaikum wa rahmetullahi taala wa barakatuh. Paqja, shpëtimi, mëshira, mirësi dhe gjitha begatit e Allahu dhul Xhelal qofshin mbi ju. Falëndrimet dhe lavdrimet çdo men që i takojnë vetëm Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu, krijuesit të kësaj dynjaje, mëshiruesit, mëshirbërësit Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu, të cilin e falenderojnë, e madharojnë dhe i bëjnë sejdë atij çka ka në qiej, mes tyre dhe në tokë. Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu, tek i cili çdo krijesë për çdo nevojë vetëm tek ai kthehet. Salavat dhe selam nderuar vëllezër, bashkërisht kështu si jemi në këtë ditë të bekuar dhe në këto ditë të bekuara të Ramazanit dhe të Xumas, ja çojmë dhe ja dërgojmë nurit dhe shpirtit të Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammedin wa ala ali Sayyidina Muhammed. Ati dhe familjes e tij të pastre të ndershme, ashabëve, tabiinëve, etba'it tabiinëve dhe gjithë atyre që ndoqën janë duke ndjekur dhe do ta ndjekin në rrugën e tij inshallah taala me të mirë deri në ditën e gjykimit. Ndëruar vëllezër, unë sot zgjodha disa ajete nga kaptina Hajj edhe nga kaptina Ankebut, nga se për Ramazanin dhe për agjerimin i kemi lanë këto ligjërata në mbrëmje më shumë flasin. Mirë po, çdo gjë ka të bëj edhe Allahu në shanu i ka ndërthur të gjitha ajetet i ka qëndisur në Kur'an aq bukur, saqë në çdo ajet mund të gjejmë edhe urdhrin për ibadet, në çdo ajet kuranor gjejmë urdhrin për nënshtrim dhe Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu, në çdo ajet edhe në këto ajete kaptinës Ankebut dhe El Hajj janë disa ajete të cilat kanë të bëjnë vërtet me sakrificën. Me sakrificën, do me thonë, me gatishmërinë e njeriu dashur vëllezër, sa ne jemi të gatshëm në jetën tonë, jo vetëm të përditshme, por komplet ta quajsh jetën, ta definosh si një kaos, edhe këtë kaos sa je i gatshëm ta bësh kurban për Allahun xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu. Ne sa jemi të gatshëm të lëshojmë pe kur është në pyetje Islami, Allahu, Kurani, pejgamberi, Ramazani, agjërimi, namazi, kështu me radhë. Do të thonë, me një fjalë, Islami na kërkon të i rendisim dashur vëllezër, të i rendisim prioritetet. Keni parasysh të gjithë e kuptoni fjalën prioritet. Do të thonë, prioritet do me thonë përparësit. Çfarë në jetën tonë është më primare, më kryesore? Çfarë është më kryesore? Të i rendisim. Nëse renditja dashur vëllezër është bërë gabim, që ne shumica i kemi gabim renditjen, atëherë prandaj ne kemi pastaj përçarje, kemi mos unitet, kemi jo harmoni familjare, kemi urrëqje, kemi xhelozi, kemi zili mes vllaut dhe vllaut, kështu me radhë. Kemi inate të ndryshme, kemi smira të ndryshme, na pengon suksesi i tjetrit, na pengon e mira e tjetrit, edhe të mirën kur ta bën dikush të pengon, do të thonë pse? Sepse kemi bën një renditje të gabuar të prioriteteve në këtë dynjë, të përparësive në këtë dynjë. Çfarë është parimore në këtë dynjë? Parimore është ajo që thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kjo është një rregull që duhet të shkruhet dashur vëllezër me germat të altanit edhe të vendoset në hyrjen e çdo shtëpie muslimane. Çfarë thot Muhamedi alayhis salam? Thot askush prej jush nuk ka besuar. Askush prej jush nuk është besimtar i mirë. Shikoni çfarë thot, e madhe është kjo. Nuk ka besimtar i mirë, nuk ka besuar, la yu'minu. Nëse e përkthejmë bukfalisht hadithin e Muhamedit alayhis salam, është shumë e rrezikshme se thot la yu'minu, nuk beson në Allahun si duhet. Këtë e ka fjalën. Nuk e ka fjalën se është komplet qafir, është jo besimtar, por nuk beson sa duhet dhe si duhet ai njeri i cili nuk ja do vllaut të tij atë që e do për veten e tij. Hatta yuhibba li akhihi, derisa t'ja doj vllaut të tij atë që e do për vete. Ne disa kollaj e themi, kjo e lehet në gjuhë. Shumë e lehet, e shef, u tha, u bë, mendu u tha edhe u sos, si thanje. Por si praktik i dashur vëlla, si praktik në jetën tënde të përditshme, pash Zotin,
Bëhu sinqert ti me vetën dhe me Allahun xhaleshanu, sa ja don vllau tënd të mirën ti. Flas mbas je martu, kur je daj, se kur janë vogli ato, ma vllazin se ato s'ka. Aman, më tutje, kur rritën, kur fillojnë të ndahen interesat, kur përplasen interesat, kur zhvillohen bizneset të ndryshme, marrëdhënie të ndryshme. Sa ja don vllau tënd musliman e ka fjalë shkoni. Se Allahu dhe pejgamberi nuk e diskutojnë vllaun tënd biologjik, që ta ka lindur nana, stakfirullah, jo. Ma ata nuk diskutojnë që dhe duhesh ma shumë se vete, normal. Edhe ai ty ma shumë se veten e ti. Flet për vllaun musliman, shkoni për vllaun besimtar. E Ramazani është një ndër faktorët që ta zbus këtë çështje. Ta zbus edhe ta përmisoj këtë gabimin tonë. Prandaj Ramazanin e quajnë disa transformues, çfarë më thonë, që të bën diçka tjetër kur dalësh prej Ramazanit. Nëse nuk ka arritë Ramazanit të transformojë, të paktën në disa cilësi, jo krejt se më e rëndë në dynja, për njerin është ndryshimi, të dini. Më e rëndë është ndryshimi. Kur themi ne, filani ka ndryshu, mos shpejto, se për të ndryshu njeri është shumë rëndë. Problemi më i madh në dynja është ndryshimi. Pejgamberi alayhis salatu wassalam jo sun arriti, por nuk pati komplet sukses në Mekë 13 vjet. Të transformoi shoqërinë mekase për 13 vjet. S'pati sukses. Se sikur të kishte sukses, nuk do ikte prej Mekës në Medinë. Pse iki? Pse emigroi? Ai emigroi nga se nuk u arrit ajo që ai deshi. Edhe pse ai u foli për imanin 13 vjet, shkoni, 13 vjet. Prandaj kur shifrin ndonjë njeri që ka ndryshuar për një javë, 2 javë, 2 muaj, 3 muaj, mos shpejtoni, kia bën evlia, ka dalë se nuk bën njeriu kollaj, aq kollaj evlia. 13 vjet duhesh të flas për imanin, o i dashur vëlla. Nuk është e thjesht, ne mendojmë thjesht, sepse nuk i analizojmë gjërat thellë. Ka ndryshuar, si më ndryshoi? E Ramazani këtë don ta bëjë ke muslimani. Për ndryshin, do e bën të Allahu xhaleshanu dashur vëllezër Ramazanin 3 ditë. Se agjerimi jote dhe imi, qëndrimi pa bukë dhe pa ujë, ke madhështia Allahut 0% shton. Nuk i shton madhështisë Allahut madhështi, sepse ajo është i madhëruar vetvetiu. Nuk e bën ibadet jona të madhëruar. Mos më do se ti, unë sot e Zotin e ngrit analt. Ti përmes ibadetit tënd e ke ngrit veten nalt se Allahu ta ka dhënë atë mundësi që ti lutesh atij. Indian ti lutet në lopës. Do të thonë, ti je i zgjedhur që i lutesh atij. Nuk është ai i zgjedhur që ti lutesh, stakfirullah. Ti je me nder që Allahu ta ka mundsuar ti të biesh sejdë. Edhe Ramazani, por ndryshe të Allahu dhe vënte për 3 ditë, edhe usas puna, një obligim dhe kryeni. Nëse është çështja vetëm punë obligimi, nuk është punë obligimi. Allahu dhul Gjelal don që përmes agjerimit, 1 mujor, 29 ditë sa ka, edhe sa do zgjas, neve të na transformojnë në një farë mënyre, jo komplet, se ndryshimi tash është shumë problem është. Edhe pse, nëse krahasojmë rrethanat teknologjike, ekonomike, morale, shoqërore në shekullin e 7 dhe në shekullin 21, janë si qielli me tokën është dallimi, do të thonë, nëse ato as desh të transformohen dhe të ndryshohen për 13 vjet, neve na mjafton për ja 13 muaj të ndryshojmë. Aq më tepër kur ngjeshet aktiviteti me ibadet, me agjerim, me teravi, me lexim Kurani, me sadakaja, me zeqate, me fjalë të mira, kjo mundson muslimanin që transformimi të ne, ndryshimi të ne dashur vëllezër të bëhet pak më shpejt. Edhe Allahu e ka paraparë që këtyre njerëzve të mi, këtyre robërve të mi që agjerojnë, u mjafton 29 ditë për të bërë njerëz si duhet. Për të bërë tamam, të transformohen. E nëse nuk transformohen,
për një muj, atëhere, inshallah, shkruhet vetëm thjesht një sevap, që e ke qu Ramazanin vend, e ke agjerimin, e ke ba, dhe usos puna. Prandaj dietarët dashur vëllezër, njerëzit në Ramazan i kanë ndarë në dy grupe. Grupi i parë është ai grupi që e kupton tamam atë që e përmenda mbram ose gjembram në teravih, dhe me thonë, grupi i parë është si ai grupi që i thue hin me një odë me altan, ki e një sahat vakët, merë sa të mundish. Ki grup merë altan edhe del, merë sa të mundje. Grupi ditë është ai grup që i thua hin ke kjo oda, merë altan, merë sa të mundish, ai sa të hije kjo oda, edhe i thu që ka një sahat vakët. Ai sa të hije flejen, do në fjenem një disë altanit, edhe kur qohat e i prijgjumi ka dhe 2 minuta i duhet dale, sa mund të mare për 2 minuta, edhe ki grupi i ditë i Ramazanit është që flejen shumë, dërim 1, dërim 2, dërim 3, dërim 4, gjaj, dikush e kështë në ratë, edhe në gratë, ka e agjonon një sahat, edhe ki Allahu normal dëshpërblesh për një sahat agjerim. Së mund t'i thush që s'ka Ramazan. Jo, stakfirullah. Këtë ne kemi pasru. Të paktën, mos them unë, ki gjemati jonë që në ndëgjojnë neve, kemi thanë se ne në këtë vend, në këtë kursi, në këtë gjemat, nuk do të tentojmë asë njëherë të gjikojmë për njerëzit, asë njëherë. Themi ki e ka kabu, ki se ka kabu. Ne nuk duhet të luajmë rolin e Zotit në tokë, asë rolin e pengamerit në tokë. Me thanë, si që ka thanë i Sultan Sulejmani, kush ka qenë, o njerës, shumë pëlqen, o njerës, mos i pyet një njerëzit, pyetje që Allahu do t'i pyje se a falësh, a lutësh, pse agjeron, pse s'agjeron, a shkon haq, a nuk shkon haq. Këto pyetje do vabuje Zoti. Këto pyetje do vabuje Allahu Gjeleshanu. Çfarë ke ti me namazin ati? Ti nëse e ke shok ngusht, mund ta këshillojsh, ta motivojsh për namaz. A mund t'i thuash do hysh në xhenem, do shkojsh këtu, do digjesh ashtu? Këto pyetje thot djaboja Allahu Gjeleshanu. A ju njerëzit pyet një pyetje të dynjas, o njeri, a kje dhe një hall, a kje buk, a kje uj, a kje dhe një borsh, a mund të ndihmoj diçka? Me thonë, pyet një pyetje shoqërore njerëzit, pyetje sociale, mos i pyet një pyetje që Allah do t'u pyes në ditën e Kiametit. Se ju nuk keni as Allah as pejgamber. Mos gjikoni edhe ne. Stakfirullah, nuk gjikojmë, por ne duam të motivojmë njerëzit që ta kuptojnë agjerimin dashur vëllezër, si një shkollë, tamam shkollë transformimi, tamam shkollë që nëse e shikon dashur vëllezër historinë e pejgamberit alayhis salatu wassalam, do ta shohësh se sidomos luftën e Bedrit edhe luftën e Tebukut, lufta e Tebukut më shumë quhet si ekspedite e Tebukut, do me thonë muslimanët shkuan mbi 1000 kilometër Ramazan ndodhen këto. Edhe Bedri, edhe Tebuku ndodhen Ramazan, shkoni. Ramazan, normal me siguri në Arabinë Saudite 12 muaj është e verë, kompletë verë, që s'ka shumë ndryshim. Megjithatë, pejgamberi alayhis salam nuk u ka thënë njerëzve, hajde do e lam ekspeditën e Tebukut mbas Ramazani. Se ka lam. Hajde do e lam luftën e Bedrit mbas Ramazani, se gjina musliman të gjënojnë. Shkoni? Ne e kemi shumë qartë dashur vëllezër. Tash mos e teprojmë edhe ne si u xhollar, ta rangojmë veten tonë me imanin e sahabeve edhe me imanin e Muhammedit alayhis salatu wassalam. Stakfirullah. As që mund krahasohemi. Me thonë, sahabët kanë qenë bura, tamam bura dhe të privilegjuar jashtëzakonisht me një iman që nuk krahasohet me imanin tonë, ma shumë kanë qenë, unë nuk u ala si merit atyre, u ala si merit rëski atyre që kanë pas një njeri, një mësues si Muhamedi alayhis salatu wassalam. Kjo është rëski atyre. Se ne njohim mirë historinë, elhamdulillah, se para ardhjes Muhammedit alayhis salam, që këto sahabe, që këto arab, që i mbrini Muhammedi alayhis salam gjallë, që këto njerëz, njëjtit njerëz, çfarë banin? Njëjtit njerëz i varosnin vajzat e veta gjalla.
Vajzat e veta gjalla dhe gjalla. Ka marrë frejt. Bile për ta rejt buri gruan që d'ja varosje vajzën, i ka thonë veshin një fustan të bukur, parfimose pak me misk, ashtu se dëshkojmë misafir me vajzën. Se nanat normal, krejt nanën ka qenë kundër, cila nanë, dhe baba se banë këtë. Por baba i Arabis, para Islamit, para Muhammedit, e ka banë këtë. E ka rejt gruan e vetë, i ka thonë parfumos ma vajzën, dëshkojmë misafir, ka shku mbas një kodre, ka qenë një grobë, e ka shtej me zorë vajzën në grobë. Vajzën, ha? E keni parasysh. Sidomos kur ato fillojnë të i shqiptoj fjalët e para babi, mami, nana, baba e kështu me radhë. Ka pasur një rast në histori, disa janë veshën e Hazreti Omerit, po s'është e vërtetë, jo? Një prej sahabeve ka tregu, duke e varos vajzën time, duke e qelë gropën, vajza pritet e gropa, se vajza se ka ditë çfarë do ndodhje, ka prit anësh. Thotë stakfirullah. Mjekra ime mu përly me pluhurin e shkretirës. Vajza ma fshinte mjekër, ma fshinte se babja pluhuros. Edhe pastaj thët unë e mora edhe varosa. Shkoni edhe varosa me një shpirt të egët, gurit. Stakfirullah. Këto kanë qenë arabët. Edhe kjo tregon se transformimi, shndërimi i natyrës njerëzore, dashur vëllezër, nga zemër luani në zemër plumbi, bëhet vetëm përmes Islamit. Mos jurej as kush në dinja, as një lexim, as një motivim, fjali motivues, se ndonjë ideologji tjetër ka mund të bëjë atë që bëri Islami me njerëzimin, me ardhjen e Muhamedit alayhis salam dhe me ardhjen e Kuranit. Që këto njerëz që kanë varos vajza gjalla, pastaj kur janë bërë musliman, kjo është e interesant. Kur janë bërë musliman, dashur vëllezër, e kanë pyet pejgamberin alayhis salatu wassalam, ja Resul Allah, a është gjina ta vras minzën? Minzën. Mushkojën. E sheh Islami çfarë bën? Këtë bën vetëm Islami, as kush tjetër, as një ideologji tjetër. Neve në rejtën 50 vjetë me komunizmi, në rejtën. Pastaj kapitalizmi, në rejtën. Pastaj demokracinë që ne sot e përjetojmë, në rejtën. Demokraci ka vetëm për politikanët e mdhej, ka vetëm për kapitalistët e mdhej, demokraci ka vetëm për miliarderët, demokraci ka vetëm për epsteinistët e Amerikës që hanë fëmijë atje, që përdhunojnë fëmijë dhe për pedofilët. Demokraci ka për ato. Dil fol diçka kundër Izraelit, dikun dhe e shohësh sa demokraci ka në Amerikë dhe dikun tjetër. Dil fol, hapës. A Gjermanin që ma lavdërojnë, hoxho, ati në mungon, vetëm shahadet, abe më loj, vetëm shahadet, lehet më obet, gachka, shahadet. Ato që vrasën fëmijë, kanë vranë 1 milion fëmijë, kanë vranë në Irak, ne i dim, ka pas edhe ushtri gjermane, ka pas. Në zemër, dashur vëllezër, ato janë çato. Ato kanibalizmin e kanë shpirt, ne i dim. Kush se din historinë, ai mund folë gjithë ditën gachka të kallzojë. Ama ne dim historinë. Luftat e kryzatave prej shekullit 12 deri në shekullin e 15 që janë organizuar, që kanë shku krejt ekspeditat e luftave të kryzatave që kanë shku prej Evrope për në Jerusalem. Ka kanë gjetë musliman, fëmijë, gra, kanë përdhunu, kanë vra. Deri në Jerusalem kur kanë në Jerusalem kanë vra aq shumë musliman sa që gjaku i njerëzve ka mbrit në barqet e kuajve i muslimanëve. Këtë kanë bërë evropian, ne dim shumë mirë. Çato nuk ndryshojnë njerëzit. Njerëzit ndryshojnë me ligje, jo se ligje, janë Zvicër shumë kulturuar, e dim se janë kulturuar, janë në Amerikë shumë kulturuar, e dim se janë kulturuar. Një sahat në Amerikë kur fikën dritat, një sahat, 28.000 vjedhje ka për një sahat, tak, komplet. Këne fikën dritat ka 3-4 ditë, më qënin, në Polog, në Gosivar, në Tetov, një vjedhje se ke, elhamdulillah. Ne i dim kulturën atyre. Elhamdulillah, ne që kemi Islamin dashur vëllezër. Islami është gjithë dietarët tash e thuan, mbas atyre
Ju me siguri keni ndjek se nuk kam lanë shumë hapësirë të flas për